Nderuar vëllezër dhe motra, unë nuk njoh ngjyrime politike si imami i xhamisë Lushnjës. Por njoh shpresën për jetën dhe shëndetin. Shëndeti dhe jeta nuk e njeh ngjyrimin politik. Prandaj gjithë ata që kanë frikë sot protestojnë e kanë shumë gabim. Zoti e ka dhënë jetën që ne të kryejmë shkaqet për ta ruajtur shëndetin dhe jo ta shkatërrojmë atë. Ky nuk është spital, ky është stall. Askush nuk ka të drejtë të ndalojë neve të flasim atë të vërtetë që është, sepse e vërteta e rrëzon çdo lloj qëllimi politik apo ngjyrimi politik. Sot neve i çojmë fëmijët tanë larg Lushnjës. I çojmë nënat tona larg Lushnjës. Shumë prej tyre vdesin rrugës, mjeku sakrifikohen këtu, madje ju them që mjeku me paratë e tij blen ilaçet e pacientëve. Kjo është realitet. Kjo është e vërtetë. Prandaj nderuar vëllezër dhe motra, ju them me një zemër, dilni, protestoni, vriteni frikën, nuk ka trim apo gangster apo i fortë politikan që e vret shpresën e jetën. Madje ju them kur diktatura vendoste rregullat dhe ligjet ka marrë fund. Ka ardhur koha që njerëzit ta vënë fatin e tyre në dorë dhe jo ta lënë trimave dhe të fortëve se kush mund të ata. Unë mendoj që politika dhe bashkia edhe shteti dhe qytetarët të majtë të djathtë kanë dhe ata jetë dhe jeta kurohet këtu nuk njihen ngjyrimi politik. Kurohet që ta ngrini zërin dhe mos i trameni askujt.